por tendenca është drejt kësaj. Dhe mbi të gjitha mendoj që këto dy janë parametra që e japin optimizmin për suksesin në 11 maj. Do me thënë, sot Partia Demokratike është e bashkuar. Është shumë e bashkuar se ishte para një vitje, 6 muajsh apo 2 vjetësh, patjetër. Por në këto takime në terren, zoti Çollaku, e ndjeni këtë elektoratin, këtë demokratin i cili do të votoj për ato opozitat e tjera që kanë dalë nga Partia Demokratike dhe i shqetëson këtë fakt? Me të thënë drejtën, për qenë kredi sinqert dhe më vjen keq që po e them, nuk do të bëj asnjë lloj diversioni. Nuk e ndjej këtë elektoratin që do të shkojë të derdhet në sigla të tjera. Ka një elektorat skeptik me PD-n po. Pra nuk do të shikojë elektoratin që shkon voton sigla të tjera. Rrezikull i mund të qëndrojnë në shtëpi. Kjo është sfida. Besueshmëria për ta bërë që të votoj. Nuk shoh, për të qenë fare sinqert, që mund të shkojë deri në sigla të tjera, është fare minimale. Përveç se në favor personal, shikoj, është ky kandidati e kam kushuririn teze e parë dhe do t'ja jap një vot për nder. Por flukse që të derdhen nëpër subjekte të tjera, unë nuk shoh. Të paktën demokrati, jo. Mund të ketë një fluks që refuzojnë të merren presin ende, mund të qëndrojnë në shtëpi. Po, ky është një rrezik që prandaj duhet Jo, ai sa për të prodhuar mandat? Sinqerisht do t'ja uroja që të merrej mandat, ka kushdo që provon. Po të tërëve. Ku do doni nëse edhe ju nuk uroj keni nesër në parlament? Të tërëve, pa asnjë lloj. Ata demokratë që ku keni patur koleg, po sot nuk kanë në Partinë Demokratike. Kush provon të tërë me gjithë shpirt ja uroj që t'jenë. Kush është opozitar, kemi ndarë, absolutisht ja uroj. Jam shumë skeptik do të bëj. Për kolegët tuaj, për disa të tjerë ata nuk janë më opozitar, i shërbejnë Edi Ramës. Unë e mendoj ndryshe. Aty ka njerëz që kanë bërë opozit, kanë mendime ndryshme, kritike. Sikundër kam kritika edhe për këta kolegët mi, që mbytën në inatin kundra, apo mërin kundra, që përdojnë kritike kundra Berishës, apo të tjerve. Politik të dyron të tekalosh veten. Pra në qoftë se i ri dashurive apo inateve tua deri në fund është drejta jote njerëzore, por nuk është një drejtë politike, sepse kur do të përfaqësosh, të duhet përfaqësosh dhe duhet të ulesh të tekalosh, sepse e vërteta, ajo absolutja, nuk është vetëm e jotja. Është dhe gjithë të tjerëve si një mesatare. Shqipim dhe në këtë plan ka qenë strategji e gabuar dhe unë gjithmonë e kam përthirë të mos ta ndjekë. Por patjetër ja uroj me shumë dashamirësi në rast se do të mbërin të sigurin mandatet. Gjë për cilën ju them jam skeptik. Edhe diçka e fundit, zoti Çollaku, janë 2 javët e fundit dhe ju thatë që janë momentet më kritike, janë javët më kritike. Çfarë do të bëni ndryshe përgjatë këtyre 2 javëve? Unë tani kjo lista e hapur dhe formula lejon shumë llojshmërinë e stileve të bërit fushatave. Ka dikush që ka vendosur të bëj fushat të fortë, të ashpër, me shpenzime, me ju ku keni zgjedhur nga gjitha këto? Unë kam zgjedhur të bëj një fushat të thjesht deri në ekstremin e mundshëm individuale, pa tjetër duke mbështetur te strukturat e Partisë Demokratike, por personalisht individuale. Jam përpjekur në ekstremin tim mos i adaptojmë sloganeve politike, por të them çfarë unë mendoj realisht mbi ngjarjet dhe qëndrimet politike. Ja kam thënë shpeshherë dhe e them, tentoj dhe bëj thirrje dhe kërkoj votën e arsyeshme të njerëzve. Votën atij kontingjenti njerëzor që me arsye, që përdor arsyen për të votuar, jo fanelat politike, që e përdor votën dhe për të vlerësuar, por dhe për të shkuar. E di që nuk është shumë elektorale kjo gjë. Por do doja dhe në fund do doja që të masja mbështetjen time, votën time në Tiranë, mbi të gjitha sigurisht te ky kontingjent njerëzor, një pjesë e gri, një pjesë qytetare, një pjesë që kërkon një politikë njerëzore, një pjesë që kërkon një politikë të betejës së arsyeve, ideve, dhe jo betejës midis njerëzve. Unë e kam provën edhe në parlament, unë e kam shmangur në mënyrë masive betejën individuale edhe me kundërshtar politik. Unë dua betejën e ideve, e argumenteve, parimeve. Dhe kjo është partë që duhet të vlerësohen. Pra, kush voton Krishtin Çollakun e di që në parlament do të ketë dikë që beson të arsyeja, betejë e parimeve dhe betejë e individëve. Kjo është ajo çfarë unë kërkoj. Dhe unë ju falenderoj dhe uroj shumë suksese në këtë mision tuaj, në këtë fushat deri në arritjen e qëllimit final, mandati parlamentar. Faleminderit shumë, për urime kemi shumë nevojë. Faleminderit zoti Çollaku.